Një performancë artistike në përkujtim të 90 vjetorit të lindjes së gjeniu të letrave shqipe erdhi nga teatri Zinisako. Vargjet e poetit dhe mizanskena nga vepra e tij u sollën nën interpretimin brillant të aktorëve gjirokastrit. Në tokë, në jetën e vend kemi zënë. Drejt njëri tjetrit kemi mbyllur të gjitha rrugët edhe shtigjet, si dy qytete mesjetare me mure, heshta dhe me prigje. Desha, o t'i vëzjar, o t'a los në kumar. Ashtu bëra mojnën, ndaj mbeta si qyqar. Kruaja në janin, edhe ti brenda në var. Një aktivitet ndryshe, i shkrir bukur në ambientet e shtëpisë muzeut të autorit, ku personazhet e veprave të Kadares marrin jetë në muret që vetë frymëzuan krijimtarinë e tij. Është nata e fundit për ty në kështjellën tënde. E di pasha, po të tregoj një sekret. Para 2 muajsh, kur erdha këtu pikërisht në 1 dhjetor, kisha me gjoks 2 dekrete. Të dyja ishin të bulosur me tyll mbretërore dhe kishin po atë në shkrim të sultanit. Ishte kënaqësi që të mund të kujtonim të privetort në 90 vjetorin e lindjes Kadares, dhe pikërisht gjëja akoma dhe më speciale ishte që e bëm pikërisht në shtëpinë e Kadares. Dhe të gjitha ato pak pjesë që u shkputën nga veprat e tij është, si ta thuash, një rikujtesë edhe një reflektim që duhet kemi ndaj vlerave të çmuara, mesazheve që përcjell vepra e Ismail Kadares. Kënaqësi që morëm pjesë në këtë aktivitet dhe uroj gjithmonë edhe lutem që kjo pikërisht ky vit të jetë një vit që do ketë edhe pjesë të tjera dhe sidomos shpresojmë shumë që të jetë edhe një shfaqje për autor, pikërisht nga autori i shuar Ismail Kadares. Me iso polifoninë e mjeshtrit të madh Landichenko dhe me muzikën klasike të interpretuar nga Juliano Zholi, performanca e aktorëve mori një tjetër dimension dhe shije artistike për publikun.